Një efektiv i forcave shqiponja të policisë së shtetit ka mbetur i plagosur gjatë një operacioni për arrestimin e një të kërkuarit të drejtësisë në fshatin Kërqish të Maqellarës në Dibër. Gentian Meda, 40 vjeç, sipas njoftimit zyrtar, është rrëzuar nga një muj rrethues, duke pësuar dëmtime trupore gjatë ndërhyrjes në banesën e të kërkuarit Klodian Llomi Mazari. Raportimet e para ishin se polici është hyrë nga 35 vjeçari që ishte shënjestër e operacionit policor, por çka po bëhen edhe verifikime nga grupi hetimor i ngritur për rastin. Polici Meda mësohet se ka marrë dëmtime në pjesë të ndryshme dhe pas ndihmës së parë në qendrën shëndetësore të zonës, është sjell me helikopter në spitalin e traumës për trajtim të specializuar. Burimet thanë se ai ndodhet nën kujdes mjekësor dhe jashtë rrezikut për jetën. Mësohet se një tjetër agent ka mbetur i dëmtuar lehtë gjatë operacionit. Në anën tjetër, 35 vjeçari Llomi, që ishte në kërkim ndërkombëtar, tendoi të arratisej duke u hedhur nga banesa por pa rezultat. Ai përfundoi në prangat e policisë dhe u dërgua në komisariatin e Dibrës, ndërsa më pas do të dalë para gjykatës dhe do të dërgohet në qeli. Klodian Llomi Mazari, sipas policisë së Dibrës, ishte shpallur në kërkim në zbatim të një vendimi të gjykatës së apelit, që ka njohur një dënim të 35 vjeçarit në Itali për vepra penale, organizatë kriminale, shfrytëzim prostitucioni dhe trafik i lëndëve narkotike. Nga dënimi i dhënë nga gjykata e apelit të Romës, 35 vjeçarit i kanë mbetur për të vuajtur edhe 6 vite, 7 muaj e 2 ditë burg, të cilat duhet i vuajë në burgjet shqiptare. Propozita e tij para drejtësisë shqiptare rëndohet pas ngjarjes ku mbeti i dëmtuar agenti i policisë gjatë arrestimit.